Ata të cilët kanë mohuar, dëfrohen, o ya'kulun, edhe hajnë e pinë, kema ta'kulul al'am, se kurse baktit. Qysh banta e pun njeriu me huar e me pije ta një jetë e pejt mirave të Zotit dhe mos me pas dert për Zotin. Kuj ka met? Pra Allah i madhruar thot se pabesimtarët, ata të cilët kanë mohuar, kanë bu këfër, yatamatta'un, dëfrohen, o ya'kulun, edhe hajnë e pinë, kema ta'kulul al'am, se kurse baktit. Ngjajshmëria që përngjan Allahu çdo sa në Koran ka urtësit për kryer. Baktit, çfarë derti kanë, çfarë gale kanë këtë dynja? E ka gale baktia për Zotin e shtëpisë? E ka gale ajo për nesër pas nesër, çka bëhet? Çka të afresh ajo hanë pin, veç ajo kama. E ka parim, në fakt është i krijuar kështu, instinktivisht, instinktet sajna, për mingu barkën e saj dhe të familjes vet, të vezjeve të saj dhe jepshet e sajna. Përfundoi. Edhe nëse të nesërmen e therën kurban apo e therën. Hanaja, knaqet duke hanguar, a nuk e di që sa ma shumë hanguar e më fry, është ma shumë kandidat për me prej, se që të mish ma shumë. Pra nuk e ka dërë që ka bëhet nesër me te, edhe pa besimtar nuk e ka dërë që ka bëhet nesër me te. E Allahu po të ju njerëz. Nuk ja vlen njeriut me këto mend që ja ka dhënë madhi Allah. Me pik këta ujë, mos me kujtu e krijuesin e saj. Me thidh këtë ajër, e me këqyr këtë qiell, e më rrezit për këtij dielli, e mos me mendu të madhështori, e të mbreti kësaj gjithësie. Të krijuesi absolut. Qysh banta e pun njeriu me hanguar e me pije ta një jetë e pejt mirave të Zotit dhe mos me pas dert për Zotin. Kuj ka met? Kurse, kur Allahu nuk i la veç me mete tyne, por u dërgoj pejgamberin 124.000, e që tape njërin pas tjetërit mesazhet qiellore panal. Dhe çdo gjë që ashek e insan dëshmon se pas saj është krijuesi absolut, mandje dhe vetë njeriu, në vetë vetën e tij, çdo gjë që ka në te, dhe vetja e tij është argument për ekzistimin e Zotit. E pse nuk është falëndëruese ndaj të mirave të Allahut? Pse nuk është falëndërues ndaj pronarit të këtyre të mirave? Pse? Sepse si përdor me atë heq. E atër mos ta fajson Allahun. Mos ta fajson askënd. Vetëm vetë vetën e vetë. Që ka thonë Allahu, wa ma zalamahumullah, walakin anfusahum kanu yadhlimun. Por Allah nuk i ka bërë zullum. Por ata vetë vetës i kanë bërë zullum.